akademike, unë e kam pas punim shkencor çështjen e vetvrasjes dhe në literaturën kriminologjike vrasja dhe vetvrasja, po them nëse është vetvrasja, po s'është, thojnë sipas një shprehje popullore vetëm një qime i ndonë. Kështu që në këtë rast, nuk di si të them, besoj që fjalën do të na japin Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, të cilët sigurisht si ekip e kanë bërë obduksionin e të njëjtit, dhe ata do të jenë shumë, do me thonë, personat janë më kompetente dhe ata të cilët do ta ndihmojnë organin e ndjekjes, autuasin, këtë rast që është prokuroria dhe policia, natyrisht gjithmonë me udhëresat e gjykatës, dhe është për keqardhje dhe është për mua është ende e paqartë si është e mundur, ju referova, do me thonë, studimeve që i kam bërë, si është e mundur njeriu me thik ta mbyt veten, për shkak se nëse i referohemi literaturës, zakonisht ndodh me varje, ndodh me plumb në kokë, ndodh në mënyra tjera, mirë po kjo metodë është një zdi, nuk di. Pse shihni, zonja Femije, pse shihni të pamundur që të jetë bërë kështu? Në kuptimin ku ju çon kjo, në ato analizat, ekspertizat që ju mbase si profesionistë e fushës mund të keni bërë, sepse ka të një pyetje që shtrohet këtu mbase edhe për nevojën për të marrë sa më shpart një raport zyrtar në mënyrë që të kursejnë mbase edhe ndjenjat e të afërmve. Ju jeni ndjeni që shumë vrasje, do me thonë, fillim janë duk të dyshimta, misterioze, edhe këtë drejtim uroj që tjetë ashtu, si që është dhënë komunikata, por zdi, unë e kam dyshime, nështë ta prej përvojës si avokate që 19 vite që punojnë këtë lëmi penale, edhe unë e di që ai nuk do të kthehet më në jetë, po s'pako është një satisfaksion sa do i vogël, se di që familjes nuk do t'i kthehet ai djalë më as shoqërisë. Pra, zonja Femije, ju po thoni që nuk e përjashtoni mundësinë që mund të ketë qenë diçka tjetër, jo vetvrasje. Besoj këtë fjalën në fundit do ta thejnë organet hetuese pas marrjes së autopsisë, në këtë rast mjekoligjorët me përvojën të cilin e kanë, Departamenti i Mjekësisë Ligjore, ata besoj do t'i ndihmojnë shumë. E qartë, dhe zonja Femije, do të ndalemi në këtë pikë, sepse do doja ta merja një koment edhe nga Aleksi. Alex, ju e dëgjuat ato se çfarë tha zonja Gashi, i keni lexuar edhe të gjitha lajmet të cilat kanë pasur të bëjnë me tashmë shokun tuaj të ndjerë. Duke njohur si tip nga afër, mendoni se i njëjti do ta kryejnë të një akt të tillë? Ka pas ndonjëherë, ka dhënë ndonjëherë një shenjë të tillë para jush? Atëherë, sestimin e kam takuar shumë rrallë një jetë, por kemi patur një marrëdhënie shumë të mirë, por që mendoj se nuk do ishte kur jaftë ta... Nuk do të ishte jaftë? Mendoj që ishte një njeri që shpërnante shumë mirësi edhe ishte gjithkohës i mirë me të tjerët, ishte i lumtur, i qesur, por nuk e di çfarë mund të ketë qenë se... Pra Aleksi, ti nuk e beson dot atë që ka ndodhur? Realisht, në momentin që e kam marrë vesh, kam qenë i shokuar, edhe pse festimin kisha rreth një vit e pak pa e takuar. Dhe ishte diçka shumë e rëndë kur e dëgjuam të gjithë, dhe të gjithë njerëzit që bashkëpunonin me të dhe e njihin nga ana profesionale ishin të shokuar. Por, në fakt, në thatë që viteve të fundit se keni takuar shpesh, në mbase memoaret e tua, kur ka qenë ai komunikimi më i thellë që keni pasur ju të dy, mbase kur edhe keni folur pak më shumë se ç'duhet, qoftë për emocionet, qoftë për ato që gjithë secili i mbahet brenda nesh? Me festimin më shumë kam ndarë anën time profesionale se sa personale, dhe të them të drejtën, nuk mendoj që një njeri aq kreativ dhe aq i lumtur me botën e tij të brendshme do ishte... Po, a i ke takuar ndonjëherë, Alex, i ke takuar ndonjëherë bashkë me Rinën? Ja. Si ke takuar të dy bashkë asnjëherë? Në rregull.
Në fakt, ne kemi parë që bashkëshortja e tij pra Rina, vajza e cila ka mbetur e plagosur, për fat të mirë jo me plagë të mëdha, ka qenë shumë aktive në rrjetet sociale. Ekipi i Kosova